Po më vjen keq, po ti e di që Kosova do të bëhet i pavarur një ditë. Më mirë të veprojnë tash më kujtohet pse. Në një intervistë keni thonë që edhe pse jam kon brenda UNMIK-ut, i kam disa vrejtje për UNMIK-un. Po nuk i ke tregu çfarë vrejtje ki. Tash ka kohë me pyet cilat janë ato vrejtje. Për mu, po se harrova një vrejtje tjetër ku kam qenë i këshortuar nga UNMIK-u për disa sjelljet e mia. Edhe unë i thash të njëjtit Lari Rosin, bile ka qenë, i thash po më vjen keq, po ti e di që Kosova do të bëhet i pavarur një ditë. Më mirë të veprojnë tash më kujtohet pse. Sepse zyrtarisht isham puncuar nga UNMIK-u me një grad të veçantë, me një titull të veçantë, i cili ishte Principal International Officer. Që do me thënë në administratojnë në UNMIK-ut që gjithçka e lartë. Do me thënë, ata që ishin para meje ishte një farë holandez, edhe i ndjeri Bajram Recep ma tha një ditë, që kishte vuajtur shumë prej këtij holandezi, i cili silej sikur vetë ishte kryeministri i Kosovës. E unë sigurisht kur erdha te një njeri që respektoj si luftëtar që ka qenë si Ramush Haradinaj, çka do të pretendoj? Me pretendu diçka, që jam PIO, që jam kur, jo. Unë vetë me nismën time e kam nxjerr në shkrimin te dera kret, unë vetë e kam bërë liaison officer. E kretu habitën në UNMIK. Po psa ky e kemi marrë si PIO, po i ky po shkruan liaison officer. Edhe Lari Rosin ka pyetë tha, po ti je amerikan la, ti e di që do të bëhet i pavarur. Për çka e keni çliru vendin? Apo jo. Më mirë t'ja nisim që tash se sa më pritu. Kështu unë simbolikisht edhe s'kisha asnjë pretendime, edhe thash jam liaison officer kaq. Edhe për atë më kanë bërë, edhe pastaj më kanë bërë do të lashe brenda, tani po sjellje sepse unë mendoj se disa sendit mira kanë bërë në fillim, po janë sjell disa ndërkombëtar që në mënyrë jo të respektueshëm. Një prej akuzave është për shembull në 10 shkurt 2007 vetëvendosja organizon një protestë që është kundër pakos ahtisarit, ku dhe vriten dy persona aty. U akuzu shumë UNMIK-u. Qysh e keni po këtë ngjarje? Qysh e kam parë se unë isha në buz turmës në atë ditë. E kon turm. Po. Bile isha në fakt isha në detyrë në ZKM, s'kisha drejt me qenë rrugë, me siguri se isha ndërkombëtar në atë kohë. Por është e vërtet që policia rumune ka vepruar në një mënyrë të palikshme edhe nuk është dëshkuar për atë punë. Do të thonë ka tejkalu përdorimin e forcës. Ka tejkalu, sigurisht që ka tejkalu. Ka qenë një tubim paksore. Për arsye që mua më duket legjitime në çdo demokraci kishte ndodhur. Ka pas një mënyrë pak kolonizm. Disa mësojnë shpejt me këto, disa kanë u pasuruan me këtë qasje kolonizues të UNMIK-ut, disave ka konvenu, por disave që mendojshin mirë për çka duhet të jetë shteti, e kanë ditë që duhet me tregu që s'bën. Ashtu, po, isha në buz turmës, isha tek nejse, po s'ka nevojë me tregu ku isha, po isha buz turmës edhe ashtu. Po, ashtu.